A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Vetëm Allahun adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, para 2 javësh e kemi filluar përshkrimin që Zoti ja bën një prej ngjarjeve më madhështore kuranore, asaj të çlirimit të Mekës. Gjithashtu javën e kaluar jemi munduar të nxjerrim disa prej mësimeve më kryesore nga kjo ngjarje madhështore, ndër të cilat ishte edhe ajo se triumfi i vërtet është triumfi i karakterit dhe fuqia e të fortit është në dëmshurinë e faljes, në mirësinë e faljes ndaj të tjerëve. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e shliroi Mekën nuk u hakmor, por fali. I fali ata që mbase nga të tjerët nuk mund të arsyetoheshin, nuk mund të faleshin, sepse ata i vran familjar, i konfiskuan pasuri, e nënçmuan, e persekutuan, e përgjakën. Kishte edhe të atill që i bën atentat, madje disa herë që ta vrisnin, madje edhe helmuan. Gjitha këto ishin të pafalshme në syrin e drejtësisë, por të falshme në syrin e bamirësisë. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i dha përparësi bamirësisë para drejtësisë. Nga se siç kemi thënë, atë që e zgjidh bamirësia nuk e zgjidh as drejtësia. Nëse drejtësia e zgjidh problemin, bamirësia e çronos atë krejtësisht. Gjithashtu kemi treguar se një prej mësimeve më madhështore që na përshon kjo ngjarje është pastrimi, njësimi i Allahut, pastrimi i zemrave tona në tauhid. Fakti që Allahu i Madhërisëm përmes Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e ka pastruar Qaben. Kjo do të thotë se edhe ne duhet të pastrojmë zemrat tona nga idhujtaritë moderne, nga idhujtaritë e kohës, sikurse është dëshira për famë, dëshira për pushtet, për lakmi, dëshira për të qenë dominues ndaj të tjerëve, pastaj sëmundja e vetpëlqimit, sëmundja e përqeshjes së të tjerëve, ajo e nxitjes së përçarjes mes njerëzve, e kështu me radhë. Të gjitha këto janë idhujtaritë brendshme në kuptimin që neve na bën që të bijem në shirkun e vogël, atë që pejgamberi Allahut e quan si shirkul khafi, shirku i fshehtë, shirku misterios, ai që është shumë problem që të gjendet apo të hetohet, por kur ai eksplorohet, kur hulumtohet, padyshim se edhe gjendet edhe shërohet. Prandaj kjo ishte brenga kryesore e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në raport me sahabët e tij. Gjithashtu kemi thënë se fitoria nuk arrihet me dhunë, por me dituri. Prandaj pejgamberi Allahut në momentin kur hyri në Mekë, hyri me ajetet e Kuranit, me diturinë më të lartë, me diturinë më të pastër, me diturinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kësaj ai dëshiron të na tregojë se ne si besimtarë të Allahut duhet vazhdimisht të na prij dituria, jo dhuna. Pastaj ai dha përparësi paqes para luftës. Prandaj bëri maksimumin e mundshëm që kur të hyjë në Mekë, të hyjë si çlirimtar i cili nuk do të shkaktojë pasoja të rënda, pasoja të parikuperueshme. Në radhë parë për shkak të shetërisë së Mekës, së dyti për shkak se ishte populli i tij, së treti për shkak se ai i jepte çdo herë paqes përparësi. Nga se Allahu e kishte edukuar me këtë edukat, duke i thënë: "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha." Nëse ata kanë prirje për paqe, nëse pra armiqtë tu dëshirojnë që të kenë paqe me ty, atëherë edhe ti bëj paqe me ta. Nga se muslimani çdo herë paqësor e adhuron Zotin paqësor. Allahu, një prej emrave të tij është edhe Es-Selam. Dhe një prej kuptimeve të këtij emri është paqëdhënësi, paqëdashësi. Ne pas çdo namazi themi Es-Selamu aleikum. Pra japim selam që reflektojmë paqe. Ne pas çdo namazi dhe pas çdo selami themi Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. O Allah, ti je paqëdhënësi dhe prej teje është paqja. Te barakte ya dhal jalali wal ikram. I madhruar je o Allah. Pra gjitha këto neve na mësojnë se në qoftë se dëshirojmë të jemi prej besimtarëve të cilët
e synojnë realisht kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, atëherë këtë mësmiri mund ta bëjmë duke aplikuar mesazhet dhe mësimet e kësaj ngjarje madhështore të çlirimit të Mekës. Prej mësimeve të radhës që vlen përmendet është ajo se pastrimi i Qabës e nënkupton edhe pastrimin e zemrës. Derisa Allahu subhanahu wa taala bëri që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me hyrjen e tij në Mekë si çlirimtar, ta pastroi Qabën nga idhujtaria, ta pastroi Qabën nga krimi më i madh që është bërë në raport me Allahun, sepse idhujtaria në çdo vend është krim, por kur ajo bëhet në Qabë është krimi më i madh që mund të bëhet. Para mendoje, tek shtëpia e Allahut, tek Qabja e Allahut është adhuruar dikush tjetër krahas Allahut. Dhe kush është adhuruar? Guri, druri, hurma. Pra, gjësendet që njeriu i ka krijuar me duart e veta, janë barazuar me Allahun subhanahu wa taala në adhurim. Ky është një krim i madh dhe është padrejësia më e madhe që i bëhet Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, pejgamberi i Allahut kur e çliroi Mekën, kur e çliroi Qabën dhe e pastroi atë nga idhujtaria, tha: "Inma hadhihi al-baytu la yahillu fihi illa dhikr." Kjo shtëpi nuk është bërë për asgjë tjetër përpos dhikrit, përpos përmendjes së Allahut. Pra askush nuk meriton të përmendet në Qabë përpos Allahut. Prandaj e pastroi krejtësisht Qabën prej idhujtarisë dhe prej çdo mëkati tjetër. Kështu është edhe me zemrat tona. Pra, zemrat tona duhet të jenë të pastërta sikurse Qabja e Allahut subhanahu wa taala, që është e pastër nga çdo idhujtari, nga çdo mëkat, nga çdo mëri. A e keni pa kur shkonin në Qabë, zemra rreh ndryshe. Madje dhe gjaku lëviz ndryshe në venat tona. Përjetimi ynë është i veçantë. Prandaj çdo kush që shkon në Qabë, qoftë në umra apo në haxh, e kupton mirëfilli atë shprehjen se ajo çfarë atje përjetohet, ndjehet, është e papërshkrueshme. Ajo vetëm përjetohet, nuk mund të përshkruhet me gojë, nuk mund të sqarohet. Kushdo që kalon nëpër këtë përjetësi, nëpër këtë përjetim, kushdo që kalon nëpër këtë ndjesi, e kupton se çfarë realisht do të thotë të shkosh në afërsi të Allahut subhanahu wa taala, të lutesh në shtëpinë e tij, ta pastrosh zemrën tënde nga çdo sëmundje dhe nga çdo ligësi. Njëri duhet ta trajtojmë edhe zemrën tonë. Prandaj Allahu e ka ndërlidhur shpëtimin me shërimin e zemrave tona. Qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar shpirtin e tij. E mirësitë e shpirtit reflektohen në zemrat tona. Kushdo që synon që ta pastroj zemrën e tij nga çdo ligësi, ai e ka arritur më të mirën, e synon më të lartën. Prandaj zemra është troni i Allahut brenda njeriu. Pra është qendra e vlerave. E vlerave të besimit në raport me Allahun, e vlerave të besimit në raport me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E vlerave të gdhendjes së shpirtit, të edukimit të karakterit e kështu me radhë. Nuk ka vend në zemër për mëkate të ruajtura. Zemra nuk është ruajtur që në të ruhen, zemra nuk është krijuar që në të ruhen mëkatet, që të zënë vend ato. As nuk ka vend për xhelozi të pjekur me vite. Zemra nuk është krijuar që në të ngulitet xhelozia e pjekur, e cila qëndron me vite. Xhelozi ndaj ndonjë personi, xhelozi ndaj ndonjë pasurie, xhelozi ndaj ndonjë projekti e kështu me radhë. As nuk ka vend në të për mendimallësi që nuk pranon këshill. Sepse zemra është burimi i vlerave, është qendra e mirësive. Andaj ajo duhet të përmbushet me vlera sipas asaj që Allahu na mëson. Prandaj besimtarë nderuar, ne duhet që fillimisht për ta pastruar zemrën tonë dhe për ta ruajtur shëndoshmërinë e saj, që ta ruajmë shikimin nga harami. Organi që më shumë t'i përçon imazhet haramit në zemër është syri. Syri është ai objektivi që i merr imazhet që na i shohim edhe i përçon në zemër. Por një sy, një shikim që çdo herë ka frikë Allahun subhanahu wa taala, ai nuk lejon që ato imazhet këqija të përçohen në zemër. Në momentin që e sheh haramin, menjëherë i drejtohet Allahut, duke thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, duke thonë astaghfirullah, duke përmendur Allahun subhanahu wa taala. Pra nuk lejon që ai imazh i keq, ai imazh i haramit më u përçon në zemër, sepse nuk lejon mi u cenu shëndoshmëria e zemrës. Ai e di mirëfilli se para Allahut ajo që do t'i bëj dobi është vetëm shëndoshmëria e zemrës. Nuk është as pasuria materiale, as nuk është familja e tij, pasardhësit e tij. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siç Allahu tregon në Kur'an, duke thënë atë ditë
nuk do t'i bëj dobi i robit. As malli, as pasuria, e as fëmia. Illa men et Allah bi qalbin selim, përpos atij që vije përballë Allahut subhanahu wa taala me zemër të shëndosh, pra me zemër të pastër. Pastaj duhet të largohemi nga bisedat e kota dhe nga talljet. Fatkeqësisht sot jetojmë në një kohë ku zakonisht takimet tona, ndejat tona përbëhen nga diskutime të kota, të pafrytshme. E mos flasim për rastet kur edhe ka tallje, përqeshje ndaj dikujt. Gibet, përgojim i madh. Askush nuk e merr guximin me ndal gibetin në atë mezhlis. Pra, disave ju vihet turp me ndal gibetin nëse ai bëhet në një mezhlis caktuar. Ndërkaq, do duhet na vinë të turp nga Allahu subhanahu wa taala që ta dëgjonin atë gibet aty, atë përgojim. Ai që ka iman, këshillon. I këshillon vëllezrit, i këshillon motrat, i këshillon familjarët. Aman, mos u tallni me njerëz, mos e përgojoni askë. Kini frikë Allahun subhanahu wa taala. Kështu kanë vepruar pejgamberët e Allahut. Kështu kanë vepruar edhe të devotshmit pas pejgamberëve të Allahut. Në veçantë sahabët e nderuar. Pastaj duhet t'i pastrojmë qëllimet para veprimeve. Ne për shembull fokusin kryesor e kemi në veprime. Por i harrojmë qëllimin. Ndërkaq ajo që u jep vlerë veprimeve tona realisht është qëllimi. Prandaj pejgamberi i Allahut ka thënë se veprat shpërblehen sipas qëllimit. Çdo vepër që ne mundohemi ta bëjmë në mënyrën më të mirë, për shembull një projekt caktuar, mundohemi me bë projektin më të veçantë, më të pashembull që ekziston. Edhe këtë fokusin, këtë përqendrimin, këtë energjinë e shpenzojmë në çat projekt, por nuk e shpenzojmë paraprakisht në nijet, në sinqeritet. A realisht ajo që jep edhe vlerë, edhe sukses projekteve tona, është qëllimi, është niyeti. Pastaj normalisht që duhet me ndërmarr edhe veprime konkrete, me qenë ato sa më kualitative. Po para se gjithash, veprimet tona, projektet tona, planet tona, familjare edhe shoqërore, sociale, duhet jenë të ndërtuara mbi qëllime fisnike. Lufta më e madhe e shejtanit në raport me ne është prishja e niyetit. Nëse arrim na prish niyetin, i ka prishur gjitha projektet tona, edhe nëse ato mund të jenë sa kodrat e Uhudit. Nëse arrim me prish niyetin, qëllimin ton, ose në fillim, ose gjatë rrugtimit, e ka arritur më të madhen, i ka shkatruar gjitha veprat tona që kemi mujt me i bë. Prandaj duhet me i përditësu niyetet. Edhe ky duhet të jetë synimi ynë kryesor, projekti ynë kryesor, përmirësimi i nijeteve tona. S'ka dyshim se ky është një proces që merr kohë edhe kërkon mund, angazhim, nga se është projekti kryesor niyet. Por është i mundshëm, është i arritshëm. Një gjë të tillë kanë përjetuar edhe gjeneratat e ardha të këtij ummeti. Ata nuk kanë qenë angjëllor, as nuk kanë qenë jashtëtoksor, kanë qenë njerëzor, por kanë luftuar me niyetin e tyre. Prandaj Sufjan el-Thauri ka thonë, asgjë nuk ka mundu nijet më shumë se sa përmirësimi i niyetit tim. Pra ata kanë luftuar me egon, kanë luftuar me shpirtin e tyre, kanë luftuar me niyetin e tyre, se kanë ditë që djalli i mallkuar më shumë të sulmon nijet, në qëllim. Ai nuk harxhon jetona kot. Ai mundohet mas pari me ta prish niyetin. Nëse ta prish niyetin, ai bile vjen edhe të falu natën, agjëro ditën, jep zakat. Pse ta ka prish niyetin? Nuk nalmo me bë vepra të mira. Kryesorën e ka arritaj. Pse? Ai e din që krejt çto çka i bën ti, me nijet jo të pastër, ditën e gjykimit i ki kundër argumente. Nuk janë ndonjë argumente pro te, janë kundër te. Ai më nuk mërzitet ty me të largu pi namazit. As nuk thot mos shko, mos thirr në rrugt të Allahut. As nuk thot mos shko e viziton njerëz. As nuk thot mos jep zakat, as nuk thot mos jep sadaka vullnetare. Ai veç thot pëlqeje që të vej pëlqeje të bë. Të vjen të përshpërit. Hajt përmendë që tu që e ke boni të mirë dikund. Përmendë që atje që i ki ndihmuni fukaraje. Përmendë që tu që i ki ndihmuni talebe. Përmendë diku atje që ke dhënë për xhami ose për ndonjë projekt caktuar. Veç përmendë. Momentin që e ke përmend, shkoj ajo. Ajo eci. S'mbetet pe saj më shpërblim. Ajo mund të jetë numër, mund të jetë sasi, por në të më nuk ka cilësi. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Duhet i pastrojmë zemrat tona, sikurse është pastruar çabja me rikthimin e imanit në të. Duhet mu pastru edhe zemra me përtrirjen e imanit në të. Duke i përditësu niyetet tona, qëllimet tona në raport me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj
duhet me fillu ditën edhe me mbaru ditën me dhikr. Duhet me mundu na që pjesë të përditshme me pas përmendjen e Allahut. Me fillu ditën me dhikr të përjetuar, me dhikr të ndjerë, jo me dhikr mekanik, por me dhikr përshpirtshëm. Mundal, mu përqëndru në dhikr. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam pas çdo namazi e ka bënë dua madhështore. Ka thonë Allahumme a'inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadatik. O Allah, më ndihmo në përmendjen tënde, në falënderimin ndaj teje dhe në adhurimin më të mirë ndaj teje. Këto fjalë i ka thonë më i devotshmi i njerëzimit, më i dashur i Allahut. Edhe prapë ka pas breng se mos vall ndonjë adhurim i caktuar, po i ka lënë pa adhurim dur, pa përsosje të atij adhurimi, ose pa falënderim dur, ose pa përmendje të dur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është dua madhështore. Kushdo që këtë dua e përjeton, e bën prej zemrës, prej shpirtit, Allahu ka më lecu përmendjen e tij. Pastaj mos harrojmë se një prej cilësive të devotshmëve është përmendja e Allahut. E shpesht dhe e shumt, e frytshme, e begatshme. Ndërkaq një prej vetive të munafikut është mos përmendja e Allahut ose përmendja e pak të Allahut. Për thotë Allahu në Kur'an kur flet për munafik, çfarë thotë? Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ata nuk e përmendin Allahun vetëm se shumë pak. Nëse e përmendin vetëm kur janë në zor, kur kanë telashe, kur kanë probleme, por nuk e përmendin Allahun vazhdimisht. Mos flasim që nuk e përmendin kur ata janë në mirëqenie, kur janë mirë, kur janë të shëndetshëm, kur janë të fuqishëm, e harrojnë Allahun krejtësisht. Besimtari i Allahut është ndryshe. Sa më shumë që ka, aq më tepër e përmend Allahun. Sa më i shëndetshëm që është, aq më shumë e falenderon Allahun. Sa më i fuqishëm që të bëhet, aq më tepër e adhuron Allahun. Ky është besimtari i devotshëm. Prandaj vetëm në këtë mënyrë, duke realizuar këto këshilla, këto mesazhe kuranore dhe pejgamberike, që realisht i përçon kjo ngjarje madhështore, ajo çlimit Mekës, ne mund t'i pastrojmë shpirtrat tonë dhe zemrat tona. Pastaj gjithashtu duke u ndërlidhur me këtë mësim, mund të themi se shteti islam, familja islame, komuniteti islam nuk ndërtohen me dy standarde. Ato ndërtohen vetëm me një standard. E ai është standardi i drejtësisë. Për këtë arsye, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam nga momenti që ka hyrë në Mekë, ndonse drejtësia ka qenë çdo herë petku kryesor i karakterit të tij, i moralit të tij. Sepse ai është pejgamberi i zgjedhur nga i drejti absolut, nga Allahu, el adl. Dhe Allahu i drejti absolut, padyshim se do ta zgjedh njeriu më të drejtë nga gjithë njerëzimi. E që ky është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai duhet të reflektojë drejtësi, kudo që të shkojë. Prandaj nga fjalët e tij ka pas drejtësi, nga veprimet e tij ka pas drejtësi. Edhe nga irritimet e tij, nga nervozat eventuale të tij ka pas drejtësi. Edhe në rastet ku ai ka pas mundësi me marr hak, ai ka reflektuar drejtësi. Nuk ka reflektuar hakmarrje. Prandaj, me njëherë pas çlirimit të Mekës, erdhën ankesat për një grua që ka vjedhur, e cila ka qenë prej fisit Beni Makhzum, fis shumë i lartë, fis aristokrat, i nderuar. Edhe vinë disa dhe dëshirojnë me intervenu tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, që mos më u kput dora asaj. E tash flasin mes vete, kush kish pas mundësi me pas ndikim tek pejgamberi Allahut për këtë rast, alayhis salam, ata thanë përpos Usame ibn Zeidit, s'besoj që dikush kish pas mundësi me intervenu tek pejgamberi Allahut, alayhis salam. Edhe shkon Usame ibn Zeidi, thotë ja Rasulullah, për filan gruan që ka vjedh. A ka bëna e farë mundësi, në e farë mënyre që mos m'ja prej dorën, mos me ekzekutu se është për filan familje, se familja aristokrate, me ndikim mek. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam nervozohet. Edhe i thot Usamës, o Usame, apo intervenon ti edhe po ndërmjetëson në kufijtë e Allahut subhanahu wa taala? Pra ti kjo ardhë me ndërmjetësu, me intervenu të unë, që mos më realizu një prej ligjeve të Allahut. Thot, a e dini ju që një prej shkaqeve që i ka shkatru popujt e mahershëm para jush,
është shkelja e kufive të Allah. Ata kanë ardhë, kanë intervenu. Për të fortin, kanë lyp falje. Për dobtin, kanë lyp ndëshkim. Prandaj ka thonë, "Lau anna Fatimata bint Muhammedin saraqat laqata'tu yadaha." Edhe sikur Fatimja, vajza Muhamedit, të vjedhte, do t'ja preja dorën. Shikoni çfarë drejtësie. Kur në kulmin e suksesit, në kulmin e fuqisë, realisht, ajo që ka të mban ty të fort është drejtësia, nuk është pushteti. Sa njerëz, sa popull, sa perandori kanë pas pushtete, kanë pas fuqi. Po çka i ka rrezu ata? Çka i ka shkatruar ata? Pa drejtësia. Ndërkaq Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjatë kohës sa ka qenë gjallë, ka pas pushtet. Pas vdekjes së tij i ka vazhdu pushteti. Prej udhëheqësave drejt. Prej atyre që e kanë pasu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pse ka ndodhur kjo? Për shkak se kanë udhëheqë me drejtësi. Këtu është suksesi që ata e kanë pas. Vetëm me drejtësi arrihet fuqia dhe mbretëron fuqia, impakti në shoqëri dhe në glob në përgjithësi. Prandaj nuk ka mundësi me pas sukses as një komunitet, as një shtet, as një familje, e as një individ që jeton dhe vepron me dy standarde. Diku bëhet i drejt e diku bëhet i pa drejt. Për dikë nën e për dikë njerëk. Ja, nuk shkon kështu. I drejti është i drejt me të gjithë. I drejti vepron me meritokraci. Punëson me meritokraci. Trajton me meritokraci. Prandaj besimtarët e Allahut nuk ban mi mbajt anë dikuj për shkak të lidhjes. Qoftë lidhje familjare, apo lidhje kolegiale, apo lidhje shoqërore, e ku e di se çka. Nuk ban na me kriju raporte edhe me mbajt anë ndaj atij që e njohim, ose ndaj atij që e duam, ose ndaj atij që kemi interes për ti. Po duhet çdo herë me mbajt anë ka drejtësia. Pa marrë parasysh. A është në favorin ton apo është në disfavorin ton? A është në favorin e familjes apo nuk është në favorin e familjes, apo të intereseve tona, të projekteve tona, të punëve tona, të planeve tona? Na duhet më pozicionu me drejtësi. Për këtë arsye pejgamberi Allahut është pozicionu në qëllimin e Mekës me drejtësim. Kur ja kapi Aliu radhiyallahu anhu çelsin Uthman bin Tahas, edhe i tha tash e mas na kujdesemi për çapën, jo mo ju, se ti je mushrik, ti je idhujtar. Bile dhe pejgamberi Allahut nuk pat qef mi adhon ma ati qelsin. Për shkak se qabja është e pastër, dhe ai ishte mushrik. Në këtë kontekst, jo se kishte ndonjë urrëti ndaj tij. Por Allahu zbriti ajet Kuranit. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhëron juve që emanetet përgjithësi t'ua jepni njerëzve që janë meritor, jo atyre që ju mendoni apo i doni, apo i favorizoni, por m'ia udhëron atyre që janë meritor. Në këtë rast, ky person ndonë se ishte mushrik, ishte ai që më së miri ka ditë me e bë këtë punë, ka ditë me mirëmbajt qelsin e çapës. Edhe ka mujt me e vazhdu këtë mirësi. Prandaj e pranoi Islamin me njerë, tha, për mua Allahu ka zbrit ajet Kuranit. Po, sidomos kur e pa atë që ndodhi, kur e pa reagimin e Aliut, kur e kuptoi që edhe vetë Muhammed Mustafa nuk ka pas qef mi adhon. Se kur ja ka kthy qesin i ka thonë, po t'ishte prej meje, Muhamedi i ka thonë, o Uthman, po t'ishte prej meje s'ta kisha dhënë kurr. Po Allah më tha me të Allah. Që kjo është drejtësia Allah. Edhe kur e ka bë këto, atëherë kur ka mujt me ndëshku Uthmanin, ka mujt me utall me te, ka mujt me hakmar ndaj tij. Por jo, besimtarët e Allahut veprojnë me drejtësi. Gjithashtu, mos u bëj i ashpër me dobtit e i butë me të fortit. Kjo nuk është cilësi e besimtarit devotshëm. Besimtari i devotshëm është i drejtë me të gjithë. Është i butë atëherë kur e kërkon nevoja, pa marrë parasysh se para vetes a ka të fortin apo të dobtin, edhe është i ashpër atëherë kur e kërkon nevoja, pa marrë parasysh se a ka para vetes të dobtin apo të fortin. Mos u bëj abuzues në poste. Ta ka dhënë Zoti një post, ta ka dhënë Zoti një privilegj, që realisht është përgjithësi, as privilegj nuk është. Ta ka dhënë Zoti një mundësi që ti mi pas disa njerëz në komandën tënde, në udhëheqjen tënde. Tregohu modest. Mos e humba autoritetin. Ruaje autoritetin që e ke, por tregohu modest. Mos u trego mendje madh. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam hyri kok ulur si çlirimtar në Mekë.
Dhe për këtë arsye pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk abuzoi me udhëheqje. Fakti që u bë lideri i Mekës, kjo ati nuk i dha të drejtë me abuzu me popullin. Përkundrazi, ai i trajtoi popullin e vet, edhe fiset që e kishin luftu, edhe e kishin nënçmu, edhe e kishin sulmu, e kishin vra, e kishin persekutu, në mënyrën më të mirë, i trajtoi me falje, i trajtoi me butësi, i trajtoi me devotshmëri. Ju dha siguri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mos e shtrëmbro të vërtetën për t'i dalë dikujt në krah. Nëse vjen puna, edhe dikush ka ndonjë problem, ka ndonjë zëng, ka ndonjë të lash, apo ndonjë çështje të caktuar dhe ti je prezant aty, ose kërkohet prej teje me dhënë mendimin tënd, apo dëshminë tënde, apo vlerësimin tënd, mos i mbaj anë të pavërtetës, vetëm se ke të bësh me një njeri që ti ke interes prej tij, apo friksohesh prej tij. Sepse zakonisht raportet ndërnjerëzore ndërtohen mbi dy parime. Mbi dy parime. Realisht janë tre, po zakonisht dominojnë dy. Ose mbi parimin e interesit, ose mbi parimin e frikës. Dhe parimi i artë është parimi i drejtësisë. Shumica e njerëzve i ndërtojnë raportet njerëzore mbi parimin e frikës ose të interesit. Vetëm një pakicë i ndërton mbi parimin e drejtësisë. Prandaj kur vjen në pyetje për shembull, mu ballafaqu me një të fortë, që deri dje ndoshta të ka marrë me parë ose ke ndonjë interes për ti, e bën një biznes me të, edhe vjen puna për shembull mu gjikuaj, edhe ti i mban anë atij vetë pse është i fortë, sepse ke interes për ti. Ose nëse i mban anë dikujt pse ke frikë për ti, mund të jetë zullumçar. Edhe ti i mban atij anë, nuk i mban të vërtetës, kjo është padrejtësi e madhe, por besimtari i vërtet i mban anë të vërtetës. Jo të fortit, as të pasurit. Në të rast, do doja t'i këshilloja ata që kanë poste, sikurse drejtorat, sikurse udhëheqësit tanë, ata politik, po pse jo dhe ata fetar, mos me i favorizu njerëzit e vet para tjerëve, me pas frikë Allahun subhanahu wa taala. Nëse Allahu ta ka dhënë ty një post, qoftë politik, shtetëror, fetar, biznesor, çfarë do qoftë ai post, mos harro se ai nuk është privilegj, por është përgjegjësi. Sa më të ngritur që t'jemi në përgjithësi, sa më poste të larta që t'kemi, aq më shumë do t'japim llogari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ka thënë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, gjithë secili prej jush është bari dhe përgjegjës i kopesë së tij. Pra ti je udhëheqës familjar, ose udhëheqës i një kompanie, ose udhëheqës i një shteti, ose udhëheqës i një institucioni. Mos harro se ka me të pyet Allahu për çat përgjegjësi. Secilin prej nesh. Dikush si krye familjar, dikush si drejtor shkolle, dikush si president shteti, kryeministër shteti, dikush si mufti, dikush si hoxh i thjesht, dikush si aktivist, si një person që organizon aktivitete të ndryshme. Krej kanë me dhënë llogari para madhrisë Allahut. Andaj do të me pas përgjegjësi të lartë. Sikur se e kishte pejgamberi Allahut alayhis salam. Ndonë se e kishte mbrojt Allahu prej gabimeve. Edhe me pasdasht me gabu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në raport me fenë, Allahu s'kish me leju një gjë të tillë. E ka marrë Allahu në mbrojtje për shkak misionit që ka pas. Prap e ka pas breng se mos po gabon. Subhanallahu. Prap ndërgjegja se ka leju me gabu. Edhe kur, domethënë në situatat më madhështore të jetës tij, situatat ku ai ka përjetuar çlirimin, e ka përjetuar fritoren, e ka përjetuar suksesin maksimal, edhe prapë është tut mos po gabon. Është tut mos vall, po mendon dikush që është tregu mendje madh. Prandaj e ka ul kryt. Është tut që mos vall dikush po mendon që ka mu hakmar, e ka mi bë pa drejtësi. Prandaj ka shpërfaq me një drejtësi. Falje, mëshirë, sallallahu alaihi wasallam. Asot dikush bëhet drejtori i një institucioni të caktuar, subhanallahu, mendon që pale kush është bë. Ai pejgamberi Allahut, vule pejgamberisë, ma i dashur i Allahut, zotëria i njerëzisë, edhe kur asnjë moment vetëm në jetë nuk ka reflektuar me ndjemasi. 10 vjet i ka shërby Enes bin Malik, 10 vjet i ka shërby pejgamberit Allahut. Edhe ka thonë, wallahi, kur në jetë nuk më ka thonë për diçka që se kum bë, pse se ke bë, e për diçka që e kum bë, pse e ke bë. Bile ka thonë, as uf s'm ka thonë me herë.
Ati me lëshu një pëshërëtim, me thonë, bre, nezbre, pse bre e bona qëto? Ose bre, qysh bre, pejgamberi Allahut, shërptorit vetë, kur si ka thonë. As I, as A, as he, as pse. Qëfar akhlaku ka pas sallallahu alaihi wasallam? Pse as ka gabu e nesja? Jemi bindur që me qindra e mira her ka gabu. Prandaj e pe të regon këto, a i po që ditët vetë. A i po thot, wallah, s'ka ndodhë kur me më thonë as Edhe po thot vetë, kur këm bo diçka që së dash me bo, s'm ka thonë pse e ke bo. Kur s'këm bo diçka që o dash me bo, s'm ka thonë pse se ke bo. Kur? Sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, do të me pas parasysh se Allah ka me na pyet, nëse dëshirojmë ngritje në ahiret, duhet me respektu ngritjen e dynjas. Nëse dëshirojmë llogari të lehtë, llogari dhënie të lehtë në ahiret, duhet me shtu nivelin e përgjegjshmërisë në dynja. Sa më të ngritur që të jemi në poste, aq më të përgjegjshëm duhet të bëmi në jetë. Mësuesi musliman nuk jep nota për përfitime. Ai që ka frikë Allahun, ai mësues që ka frikë Allahun, që është i devotshëm, nuk jep nota për përfitime. Fakti se filani apo filania janë bite një të pasuri, apo të një politikani, apo të një VIP-je, kjo nuk duhet me pas në ndikim në zemrat tona. Absolutisht jo. Vlerësimi bëhet me drejtësi. Edhe imami nuk duhet mi mbyll syt përballë shokëve të vet. Nëse gabojnë shokët e vet, mi mbulu. E nëse gabojnë tjerët, mi zbulu. Nëse është dikush që duhet me prind përgjegjshmëri, është imami, është hoxha. Por edhe të gjithë tjerët që bartin përgjegjësi. Baba nuk duhet me mbrojt gabimin e vet vetëm se është babë. Fakti që ti autoritet familjar, kjo nuk bën zot ty. Disa prind kanë bindje që ata kur nuk gabojnë. Disa prind mendojnë që çdo herë fëmia gabon, ai kur nuk gabon. Kjo është mashtrimi më i madh i shejtanit që mundet me përjetu. Zakonisht na i dëgjojmë ato fjalë, unë të kumbo ty, ti s'më ke bë mua. Ti e vrima a fundit e kavallës. Ti kështu e, ti ashtu. E din prindi që gabim. E din që gabim, egoja nuk ja lejon me pranu gabimin. Kjo është padrejësi e madhe të Allahut subhanahu wa taala. Sepse ashtu siç kanë prindrit hak, kanë edhe fëmijët hak. Allahu ju ka caktuar hak. Allahu ju ka dhënë drejta fëmijëve. Nëse prindit s'ja përmbush drejtat fëmijëve, atë kush ka m'ja përmbush? Në radhë parë duhet prindi m'ja përmbush. Por gjithashtu, prindi nuk duhet me mbyll syt as në raport me gabimet e fëmijëve. Duhet me ndërmarr masa, duhet me reagu aty ku duhet me reagu, edhe duhet me qenë i drejtë në qoftë se fëmiu i tij nuk bën ndonjë gabim, ja qëllon në diçka. Pra drejtësia është baza e fitorave të ummetit. Nëse dëshirojmë fitore së ummet, duhet me qenë të drejtë, duke filluar nga secili prej nesh, i drejtë me vetveten, i drejtë në raport me Allahun, i drejtë në raport me njerëzit, i drejtë me familjen, i drejtë me shoqërinë. Kështu pastaj zgjerohet drejtësia në ummet edhe rikthehet krenaria me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Për mësimeve të radhës është ajo se pushteti është amanet, jo pron personale. Pushtetin kur se ka pa pejgamberi Allahut si pron personale, e ka pa si amanet. Madje e ka trajtuar si amanetin më të rëndësishëm, sepse përmes pushtetit të tij do të orientohen turmat, do të orientohen njerëzit, ose drejt mirës ose drejt keqes. Dhe një pushtet i ndërtuar mbi drejtësi tregon përgjegjshmëri. Përgjegjshmëria reflekton mirësi, siguri, paqe e mirësi. Ashtu siç edhe është dëshmuar në kohën e Muhamedit Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në kohën tonë, kur pushteti përdoret për interes personal, kur pushteti përdoret për korrupsion, për rehati personale, për lukse familjare, e kështu me radhë, qëllimi i Mekës na kujton se lideri duhet të jetë shërptor. Pushtetari duhet të jetë shërptor i popullit. Edhe nën familje duhet të jemi lider, shërptor të familjes. Si bab, si nan, si mësues, si drejtues grupi, si aktivist, si qytetar i thjesht. Vetëm përmes drejtësisë, vetëm përmes përgjegjshmërisë dhe devotshmërisë mund të arrijmë sukses. Pastaj, muslimani duhet të jetë strateg edhe jo naiv. Naiviteti nuk përkon me imanin. Naiviteti nuk përkon me devotshmërinë. Me devotshmërinë përkon strategjia, maturia, largpamësia. Shiqoni pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Si çdo herë, ai ka ndërmarrë masat, ai ka pas strategji. Edhe kur ka hyrë Mekë me shirun Mekën, ka hyrë me strategji. Nuk ka hyrë me naivitet.
me ditori dhe me strategji. E ka ndohë ushtrinë në 4 tabore. Edhe secili tabor ka hyrë nga njëna dere e qabës asaj kohë. Edhe kanë hyrë krejt për një herësh. Krejt to i ka bo me strategjin edhe me synimi që mos më u derdh gjak pa nevojë. Mos më njollos Mekja, shetëria Mekës me gjak të popullit vet. I ka marrë masat maksimale të paksimit dhe të minimizimit të pasojave të rënda. Ka përdorur strategji. Se Allahu e ka mësuar kësaj. I ka thënë wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Përgatituni kundër tyre me sa të mundeni nga forca. Çfarë do që të kërkon nevoja? Që na me qenë të fort në qatë aspekt, në qatë drejtim, na do të me qenë më të fortit. Nëse është fjala për ekonomi, do të me qenë më të fortit. Nëse është fjala për politikë, do të me qenë më të fortit. Nëse është fjala për ushtri, do të me qenë më të fortit. Nëse është fjala për shkencë, do të me qenë më të fortit. Sepse askush nuk e meriton më shumë udhëheqjen se sa muslimani. Sepse muslimani ka lindur për të udhëhequr me drejtësi. Të tjerët nuk kanë lindur për të udhëhequr me drejtësi. Sepse muslimani e beson të drejtin absolut. Muslimani merr mësime nga njeriu më i drejtë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Po flasim për muslimanin e devotshëm, për muslimanin që e ka dëshmuar për gjatë historisë njerëzimit se çfarë nën kupton kjo që po them. Prandaj, besimtari duhet të ketë plan ekonomik. Besimtari duhet të ketë plan familjar. Duhet të ketë plan të thirrjes, të davetit. Duhet të ketë plan për organizim. Nuk bie lehtë në kurthat e djallit. Nuk është i manipuluar, sepse strategjia është pjesë e fesë. Ky është besimtari që Allahu e kërkon. Ky është besimtari për cilin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam na mëson. Kaq sa i përket mësimeve të mbetura, që gjithashtu konsiderohen si janë të rëndësishme, për fund dua vetëm edhe një këshill për mbledhësit ta bëjnë nga gjithë ajo që është thënë për 2 javë, si ta zbatojmë shirimin e Mekës në jetën tonë. E kuptum se si e ka shiru Allahu Mekën përmes Muhammed Mustafas. I kuptum mësimet kryesore që nxirren nga kjo ngjarje madhështore. Po çish me apliku tash në një jetë, krejt çdo çka e mësuam. E para, çliroje veten. Fillo me pastrimin e zakoneve të këqija. Fillo dhe hiqi hujet e këqija që ti ke. Secili për nesh ka huje të këqija, ka zakone të këqija, shprehit liga. Hulumtoj ato tek vetvetja sa je gjallë, edhe fillo dhe hiqi ato. Sikur nyjet që zgjidhen një nga një, nyjet e lomshit, zgjidhje edhe këto shprehit këqija, pastroje veten prej tyre. Mendimet e helmuara, hiqi prej kokës, hiqi prej mendjes. Të vinë mendimet këqija, luftoj ato me mendimet mira, me autosuggestion. Psikologji quhet autosuggestion. Mendimin e keq e lufton me mendim të mirë. Të vjen një mendim i keq për dikon, me njëherë trajtoje me mendim të mirë. Të vjen një mendim që filoni është mendim madh, mundoje me apat mirat që i ka, jo be për e kaqet bamirësi, e kaqet hajër. Vjen një mendim që filani është gënjeshtar, thoj jo bre se në filan rastin e kom pa të thonë të vërtetën. Pra mundoja me apat mirën tjetrit. Gjithashtu, hulumtoj smundit e zemrës sikurse xhelozia, sikurse mendimasia, kështu me radhë, sepse këto janë shkatruese. Pastaj, çliroje veten nga marrëdhëniet me vetveten, nga marrëdhëniet e liga me vetveten. Fali njerëzit, vendos paqe, edhe lëre zemrën të frymojë lirshëm. Mundohu që në zemrën tënde me mbretëru falja, jo hakmarrja. Mundohu që në zemrën tënde me mbretëru paqja, jo lufta. Dhe mundohu që zemra jote me frymu lirshëm. Qofse gjen paqe me vetveten, do të gjesh paqe me të gjithë. Madje edhe me armiqtu. Çliroje familjen nga tensioni, fol me qetësi, mos përdor forcë, dhunë edhe mos flak fjalë të ashpra. Sidomos nëse je krye familjar, apo nëse ke ndikim familje. Mos lejo që në familje tënde me mbretëru zhurma, bërtima, trazirat, tensioni. Përkundrazi, na do të me kriju në familje tona ambiente qetësie. Pse be do të mi zgjidh problemet të bërtit? Pse do të mi zgjidh problemet të rraf me zvete? Të thonë fjalë të rënda ndaj njëri tjetrit? Pse do të kështu mi zgjidh problemet? Unë nuk e kuptoj. Kjo nuk ka ndodhur në familjet pejgamberike. Nuk ka ndodhur as në familjet e sahabëve të nderuar. A kanë ndodhur gabime? Kanë ndodhur, a kanë ndodhur probleme? Normalisht që po. Po, cilat kanë qenë zgjidhjet? Zgjidhjet janë bërë me qetësi, me urtësi, me durim, me respekt, me mirëkuptim. Analizoni jetë shkrimin e tyne, keni me gjetë vetëm këto çka po i them. S'mund me gjetë në familjet të sahabëve me dalë dhe me bërtit, kështu e jo ma bone, jo më the, ashtu e më usha, më ofendu. S'ka mundësi me gjetë diçka të tillë.
Por kjo po ndodh në familjet tona fatkeqësisht. Familjet tona nuk mbretëron qetësia. Familjet tona nuk mbretëron mirëkuptimi, respekti. Familjet tona ka tension më shumë se sa që ka qetësi. Dhe kjo duhet të përmirësohet. Pastaj çiroj xhamin nga përçarjet. Unë si hoq, ju si xhamatllin, si vëllezër, si motra që i frekuentoni xhamit tona, na duhet me bë të pamundurën që mos me pas përçarje në mesin tonë. Besimtarë nderuam, na detyrimisht do të jemi të ndryshëm. Edhe na hoxhallarët mes vetë jemi të ndryshëm. Edhe ju si xhamat mes vetë jeni të ndryshëm. Edhe unë në raport me ju, edhe ju në raport me mua jemi të ndryshëm, është krejtësisht normale. Walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin. Po donte Allahu, gjithë njerëzimin do ta bënte një popull të njëjtë, edhe në pamje, edhe në gjuhë, edhe në racë, edhe në kulturë. Wala yazaluna mukhtalifin. Ata vazhdojnë të jenë ndryshëm. Prandaj edhe konceptualisht, edhe me mendime do të jemi të ndryshëm. Nuk lejohet me qenë ndryshëm fe, sepse kjo i përket Allahut subhanahu wa taala. Nuk lejohet me qenë ndryshëm në besim, në iman. Këtu s'ka përzgjedhje. Por lejohet me qenë ndryshëm në kuadër të fesë, në kuadër të limiteve që Allahu i ka përcaktuar përmes Kuranit dhe Sunetit, që me pas ndonjëherë edhe mendime të ndryshme. Sidomos kur bëhet fjalë për çështje divergjente, që s'janë të prejme me ajet Kuranit apo me hadithet pejgamberit. Sa ato që janë të prejme, ato s'ka hapësirë me pas mendime të ndryshme. Harami është halal, harami është haram, halali është halal. Allahu ka thonë që ky haram është haram, ky halal është halal. S'mujna na me bë haramin halal, as halalin haram. As në lejohet. Kushdo që tenton me bëni gjë të tilla, ai del pe fesë Allahut. Por, si thot pejgamberi Allahut, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurul mushtabihat. Halali është i qartë, harami është i qartë, por ka edhe gjëra që janë të ngjashme, që nuk dihen qartësisht, a është haram apo nuk është haram. A është halal apo nuk është halal. E për gjëra që janë të dorës së tretë, që janë krejtësisht divergjente, domethënë ihtilafie, ku ka diskutim dietarëve, s'ka bazë as në Kur'an, as në Sunet, s'kemi argumente decisive, atëherë dikush e jep mendimin e vet, një dietar atje e ka dhënë një mendim të vetin, ky dietar këtu e ka dhënë një mendim të vetin. E tash a lejohet që për shkak se dy dietar kanë mendime të ndryshme na mu armiqsu mes vete? Absolutisht jo. Edhe nëse për një çështje që dikush e konsideron bidat, e dikush tjetër nuk e konsideron bidat, a do të thonë që na do të marrim mësu? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Unë mund ta kem mendimin që me vludi është bidat, dikush mund ta ketë mendimin që me vludi nuk është bidat. Esenca e diskutimit me vludit nuk ka argument të drejtë për drejtë. Prandaj kjo hapësirë që ekziston nuk na lejon neve mu armiqsu. Na duhet mu këshillu mes vete, se e vërteta është një. Ja është bidat, ja nuk është bidat. Por nuk duhet mu armiqsu. E mora shembull me vludin, sepse është për çështjeve që më shumë të diskutohet. Por shëmbëlloj me të edhe çështje tjera, divergjente. Prandaj duhet me bë maksimumin e mundshëm që brenda xhamive tona na me u bashku. Mi rujt radhët tona, jo me u përqa. Nuk duhet mi ushqy xhamit tona me debatet kota, me u fut një nate, mi personalizu gjanat, por duhet me qenë njeri që ngre ura, jo që krijon hendeqe. Që ndërton ura dhe nuk gërmon edhe nuk krijon hendeqe. Qiro punën tënde nga padrejtësia, nëse në punën tënde ka padrejtësi, çdo kush e din punën e vet, çdo kush e din biznesin e vet, çdo kush e din tregtinë që e bën. Nëse në to ka padrejtësi, heke sa më shpejt. Heke sa je gjallë. Heke se ka me të dëmtuar ty në dynjë në ahiret. Ji i drejt edhe kur dikush dëmton, edhe ji korrekt edhe kur dikush të lodh. Edhe në fund shiroj jetën tënde prej mëkateve të fshehta. Ai që arrin me shiru veten prej mëkateve të fshehta, do të jetë i mbrojtur prej mëkateve publike. Sekreti i suksesit në raport me mbrojtjen nga mëkatet qëndron në fshehtësi, jo në publik. Është shumë lehtë më urujt pe gjunahut kur të tjerë të shohin. Ama kur kush nuk të sheh, vetëm Allahu, çto është çështja. Që tu këshyre vetën sa ruhesh pe gjunahut. Del haramin telefon aty, edhe mate vetën, a e hek shikimin apo nuk e hek shikimin. Shka këshyra aty. Vjen diçka në telefon, ta ka qu dikush për një privatësi dikuj, apo t'intereson me dit, apo s'po t'intereson me dit. Apo thua astaghfirullah, e përkërën Allah të falje, apo thua, mashallah. Naudhu billah. Naudhu billah që në haram e me thonë mashallah.
çlirone veten për mëkatet e shejta. Zatën ajo që më shumë ti shkatron veprat tona është mëkatimi në privatësi, mëkatimi në fshehtësi. Ka hadithe që tregojnë që në ditën e gjykimit do dalin njerëz me vepra madhore, gjigante, po do t'ju bëhen pluhur i. Pse? Për shkak se kur ka qenë vetëm me Allahun, se ka respektuar Allahun. Kur i ka ardhur harami në privatësi e ka bënë më një herë. Edhe pse nashta ka pas vepra gjigante, bamirësi, fjalë mirë, gojamël, por në privatësi ruana Zot ka qenë shkelës i harameve të Zotit, i kufive të Allahut subhanahu wa taala. Andaj fillon me një, hiqen i të keqe, pastaj vjen e dyta, e treta, kështu me radhë në mënyrë zinxhirore, largoj ato për hir të Allahut, fitoria e parë është më e vështira, pastaj zemra hapet me lejen e Allahut. Të parën si ta largon, të tjerat kemi largu biidhnillahi taala, nëse i sinqert. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين